Të dashur miq, motra dhe vëllezër, ndodhem në xhaminë e Ramerasit, në Fushkruj. Nga thellësia e zemrës do doja t'ju uroja gëzuar festën e madhe të Fitr Bajramit. Është një festë e cila ne na gjen më shumë të bashkuar, një festë e cila na jep harmoni, besim, na jep lumturi në familjen tonë dhe na jep atë që quhet përbashkim i të gjithë shqiptarëve. Është kjo xhami madhështore e cila shtrihet në Arameras të Fushkrujës, ku shumë motra dhe vëllezër vinë e falen këtu dhe i drejtohen të madhit Zot. Prandaj thirrja ime sot është le të jemi më të bashkuar, le të jemi më të lumtur, le të jemi njerëz të cilët të bëjmë për njëri tjetrin, të njohim mëshirën. Do doja të uroja gjithë ata motra dhe vëllezër që mbajtën një muaj jo të lehtë të sakrificës tyre pikërisht në agjërimin e Ramazanit. Është një muaj i cili i ka lidhur drejt për drejt me Zotin e Madh dhe sigurisht i ka bërë ata më të qetë, më të pastër dhe njerëz që shkojnë drejt familjeve të tyre më të bashkuar se kur. Thirrja ime sot është gëzuar festën e madhe të Fitr Bajramit, gëzuar të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen, gëzuar qytetarëve të Fushkrujës, të Krujës, të Niklës, të Bupqit, të Thumanës, të Malësisë Krujës, po ashtu të Sukthit, të Manzës, të Shjakut dhe të Durrësit. Gëzuar gjithë shqiptarëve